krijon së pari një hapësirë, e cila kur i riu shkon nuk përlihet me asnjë ngjyrë politike. Të rinjve ju mungojnë plot gjëra në Tetov, por mendoj se ide dhe motivi janë gjëra të kyçe që nuk ju mungojnë dhe që janë çelësi që i shtyn të rinjt të punojnë. Mendoj se duhet shumë më shumë hapësira rinore, duhet më shumë projekte zhvilluese profesionale për të rinjt, por edhe mendoj se duhet ketë një treg më të hapur në aspektin e blerjes së diturive edhe nga faktorët e jashtëm. Aktivizimi dhe hapësirat më të mëdha, të cilat duhet t'i japin të rinjve dhe të shprehen më lirshëm në vendin e tyre. U mungojnë vende më moderne për të zhvilluar personalitetin e tyre, për të bashkuar me të rinj të tjerë, për të krijuar iniciativa të ndryshme. Mendoj që rinia është mjaft aktive, por në vendet e gabuara, në momentin që rinia mundohet të bëhet aktive, ajo keq përdoret dhe në qoftë se herën e parë që një i ri dëshiron të merr pjesë në aktivizëm, ai duhet të vlerësohet. Pasiviteti ka lindur, siç thash, nga zhgënjimi, me ballafaqimin e pranimit të ideve të rinjve, ose ndonjëherë edhe vetë me mendimin e të rinjve, shkaku se të rinjt mendojnë në aspekt më kritik, më përmirësues për rrethanat shoqërore. Dhe kur has kjo në vesh të shurër, ka qenë ai shkaku që e ka distancuar rinin nga marrja e iniciativave, por besoj se nuk mungon shpresa, por as edhe gatishmëria dhe dija profesionalizmi të rinjve, që nesër me njëherë të marrin iniciativa. Mendoj se ka shumë talent të rinj në Tetov, por nuk kanë hapësirë, siç e thash edhe më herët, ku t'i shprehin ato idetë dhe mendimet e tyre. Të rinjve u mungon informatat e nevojshme se ku dhe ku realizohet aktiviteti, si dhe disa pjesë të tjera të rinisë janë jashtë vendit, po ashtu disave u duket si humbje kohe marrja pjesë në aktivitete. Ata shoqërohen, mirë po në universitete më së shumti duhet të krijohen edhe ambiente të tjera, siç ishte për shembull vera kulturore, në të cilën kishte plot këngë, të cilët ishin të gjuhëve për shembull angleze, ku takoheshin të rinjtë shqiptarë, maqedonas, turk, ambiente të tilla të cilët do të ishin më shumë argëtuese, po ashtu Tetovës i mungon edhe një vend të leximi, në të cilën të gjithë të rinjt të kulturave, të etnive të ndryshme do mund të lexonin bashkërisht. Të rinjt janë rritur në një sistem paralel tek ne, se nuk kanë pasur mundësi të shoqërohen sa duhet me etni tjera, por edhe nuk mund ta lëm pa mos e përmendur se edhe janë krijuar shumë paragjykime për etni tjera ndërmjet etnive, gjë që mua nuk më pëlqen tek rinjt dhe mundohem ta luftoj dita ditës, por mendoj se duhet shumë më shumë të t'ju jepet një hapësirë të rinjve që t'i fillojnë projektet e ndërsjellja ndërmjet veti, t'ju jepet hapësira, si dhe të thyejnë atë murin, shkaku se problemet tona të përbashkëta janë shumë më të mëdha se sa ndasitë e përkatësive etnike që i kemi. Problemi nuk është një problem shumë i rëndë, i cili nuk mund që të rioperohet. Mendoj që ne duhet të bashkëpunojmë me etnitë e tjera, sepse kjo është një vlerë shumë e mirë, sepse jemi një vend multikulturor. Problemi qëndron aty se tek të rinjt nuk realizojnë iniciativa bashkë me palët e tjera të etniciteteve të ndryshme dhe kjo e bën që paragjykimet të shpeshtohen dhe të rinjt të mos e njohin njëri tjetrin. Të kujdesej më shumë për kafshët e qytetit, të cilët mbeten domethënë të lëshuar, mendoj që reflekton shumë për ne si tetovar dhe e dyta që të krijohen ambiente, ka tashmë një ambient me sa e di unë për rinjin, por të ishin më të shumta vende si ato do të ishte ende më mirë. Komunës së Tetovës i duhet një reformë në politikat rinore, përfshirë këtu një përfshirje më të madhe në aspektin buxhetor të rinjve, por edhe në atë të rritjes së numrit të hapësirave rinore, por edhe në projektet që i prekin direkt të rinjt dhe që luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ndërtimin e tyre personal dhe profesional. Do të doja që ai më shumë që kur të merren vendimet për të rinjt, të jenë edhe të rinjt aty brenda dhe të vendosin më mirë vetë, sepse ato e dinë më mirë se çka ju mungon në Tetov. Kryetari i komunës duhet të fillojë po ashtu të investojë tek të rinjt, sepse në fund të fundit ne jemi ardhmëria e këtij vendi.